Virtyti i 12. Kush e do Aliun, e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe kush e urren Aliun, e urren Allahun dhe të dërguarin e tij. Taberaniu përcjell në librin e tij me zinxhir transmetimi nga Ebu Tufejli se ka thënë: kam dëgjuar Selemen të thotë, dëshmoj se unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: kush e do Aliun, më do edhe mua, kush më do mua, do Allahun, kush e urren Aliun, më urren edhe mua, kush më urren mua, urren Allahun. Këtë hadith e transmetojnë edhe Haythami në Mejmau az-Zawaid, i cili ka thënë e ka transmetuar Taberaniu me zinxhir transmetimi të saktë, e ka transmetuar Suyutiu, Albani dhe e kanë analizuar dhe janë të mendimit se ky hadith është i saktë. Hakimi në librin e tij sjell një hadith të transmetuar nga Ebu Uthman el-Nahdi, i cili thotë: një burrë pyeti Selmanin që ke këtë dashuri kaq të madhe për Aliun, ai i thotë: kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: kush e do Aliun, më do edhe mua, kush e urren Aliun, më ka urryer edhe mua. Hakimi dhe Hebiu thonë se ky është një hadith i saktë dhe i përmbush kushtet e dy dietarëve të mëdhenj, Buhariut dhe Muslimit. Virtytet e Aliut janë të shumta dhe të njohura, nëse duam t'i përmendim ato, nuk do të na mjaftojnë disa vëllime për të përcjell çdo gjë të Imam Aliut. Megjithatë, ne këtu po mjaftohemi me përmendjen e këtyre 12 virtyteve, sa edhe numri 12 zëvendësve pas profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Para se ta mbyllim këtë kapitull, kemi parë të arsyeshme që në mënyrë akoma më të shkurtuar të paraqesim një grup virtytesh të tjera rreth Imam Aliut.